Ky nuk është Çernobili, por është deponia e Likovës, e cila po digjet dhe po mbulon zonën me tym të dendur. Prej kohësh, kjo deponi është ndruar në një vatër ndotjeje dhe rreziku për banorët përreth. Nëse deri dje mbeturina kishte vetëm në njërin anë, tani si shihet edhe në anën tjetër po krijohet deponi. Ndodhemi në rrugën magjistrale Kumanov-Shkup apo Shkup-Kumanov dhe më saktësisht në rajonin e komunës Likovës. Mbrapa nesh është deponia e cila është e parapar për komunën e Likovës për të hedhur mbeturinat, ndërkaq nuk e di se sa është parapar që këto mbeturina edhe të digjen. Banorët thonë se deponia vazhdimisht digjet dhe lëshon tym. Ata ankohen, por zgjidhje nuk ka. Madje thonë se njerëzit po e braktisin fshatjen për shkak erës së keqe. Diçka të thotë ti zgjon me fletën 45 verës në zet, ti zgjon me çel xhomat. Se helmosh. Vjen edhe keqe. Kena njerëz me haus me shkan smut, e di se ikin jashtë katunit kur vjen te poshtë, kur e bre era te poshtë. Më shumë me son tërma era. Po komuna e Likovës jep, nuk jep tjerkush. Ato s'ka ide erdhën. Punëtorët e Komuna komunës. e di komuna, se bëj se lipat me prun bagerin me çestat çdo ditë me pasru. Ato e fugën, o zotri, kena pa me si të tërë. Komuna e Likovës i hedh atje. Por ama për djegjen. E në djegjen ajo e bën. Se mujtet me rujtën, nuk ka një ditë. 99% ajo e bën. 99%. A ndodh shpesh që digjet ti vet flaka kësaj deponie? Kur s'nalet. 99% e kin ndezur. Komu më tek na deponija da pravi narit. Pa spušti go dole od dupkava dole, pa zato pa su zemlja, ne znam što je rabot. Stvarno ne možem da razbiram ljudi ovo što je. Uopšte niko ne je zainteresiran. Nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor thanë se përgjegjësia për pastrimin e mbeturinave është e komunave, por nga komuna gishtin e drejtojnë ka qeveria. Kryetari i Likovës Erkan Arifi në shtator të vitit të kaluar tha se që në vitin 2018 ka qenë në plan ndërtimi i fabrikës së riciklimit, por se kjo ide u harrua. Si hap i tretë ishte studimi i cili duhet bëhet për mbiljen e pjesërishtme të deponive ekzistuese deri në ndërtimin e fabrikës. Dhe procedura është në këtë fazë, do të thotë, në pritje të fabrikës. Prej vitit 2018 për pritjen e fillimit të ndërtimit. Jo për përfundimin, se nuk e dim se kur do përfundoj. S'ka nisur ende. Dhe ne realisht si komuna, jo vetëm komuna e Likovës, po të gjitha komunat nivel të regionit, jemi me një farforme të bllokuar. Neve nuk na lejohet dislokimi. Derisa autoritetet nuk po gjejnë zgjidhje për këtë deponi, banorët që jetojnë afër po e vuajnë më së shumti, duke thithur çdo ditë ajër të ndotur.